besoj që është investimi më demokratik, në kuptimin që ka respektuar hapësirat për gjithë llojet e qytetarëve. Ata që përdorin transportin publik, ata që përdorin makinën private, ata që përdorin biçikletën, ata që janë me aftësi të kufizuar dhe kanë nevojë të përdorin rampat, apo ata që janë të verbër dhe kanë nevojë të përdorin me shkopin e bardhë pllakat treguese. Jemi të vendosur, siç bëm në rrugën Dritan Hoxha, siç bëm këtu, siç bëm te rruga e Pallatit Kongreseve, që nga tani e tutje, me fillimin e kësaj administrate, çdo investim të ketë këto komponent. I kërkojmë shumë, sidomos shoferëve, të respektojnë këmbësorët, të respektojnë, nuk është se po mbyllet bursa në Tiranë, Tirana s'ka bursë fare. Pra, gjithë ky ngut për ku është? Do të thotë që një lloj histerie në timon e kemi komplet pa justifikuar. Brenda muajit qershor ne do fillojmë punën në sheshin Skënderbej. Puna në sheshin Skënderbej nuk do të fillojë e gjitha për një herë, do të fillojë segmente. Duke filluar nga kjo javë, autobuzët e Kosovës, disa nga autobuzët e Greqisë, sidomos ata që zinin zogun e parë, do të transferohen tek pallati i sportit Partizani. Që mbet godina e sigurt për t'i hapur rrugë pilotit tjetër? Besoj brenda muajit maj. Sigurisht që është një shembje që nuk mund të bëhet me dinamit, sepse është në një zonë të banuar. Kjo do thotë që është një shembje e cila do të kërkoj punë edhe ekspertizë inxhinierike, centimetër pas centimetri, por mos dëmtuar ndërtesat pranë tij. Ne do të bëjmë gjithashtu një rekonstruksion të atij që quhet Pallati Max Velos, është një nga të vetmet ndërtesa unike të kohës luftës së ftohtë.